Lëndimet trupore, traumat psikologjike që i përjetoi në natën e sulmit terrorist në Banjsk të Zveçanit, zyrtari policor Mirsad Kryeziu i rrëfeu të mërkurën para trupit gjykues në gjykatën themelore në Prishtinë. Kryeziu, i cili atë natë ishte përgjegjës i njërit prej njësiteve policore që mori pjesë në aksionin kundër grupit paramilitar serb, në gjykimin ndaj tre të akuzuarve, Dušan Maksimović, Blagoje Spasojević dhe Vladimir Tolić, tha se më 24 shtator 2023 gjithçka ishte normale derisa pan 2 kamion në hyrje të fshatit Banjsk. Pushimet e tona ishin sepse ne edhe më herët kemi hasur në këso blokadat të rrugëve dhe gjatë gjithë këtyre blokadave që janë bërë në për pjesë ndryshme të Mitrovicës, janë vetur njerëz që këto blokada i kanë ruajtur me armë, e sidomos me armë të gjatë. Dëshmia e Kryeziut pasoi ato të 2 kolegëve të tij, Alban Rashiti dhe Çlirim Shaqiri, që i dhanë të hënën. Zyrtari policor para trupit gjykues foli edhe për momentin kur e kuptoi se rreshteri Afrim Bunjaku ishte plagosur rënd. Kam dëgjuar një shpërthim, një detonim, dhe kam filluar gjujtjet në drejtim të pozicioneve tona. Unë për një moment jam larguar nga kamioni dhe jam nisur në drejtim të policëve ku ata ishin të vendosur. Dhe në atë moment, gjatë shkuris aty kam vrejtur se nga i detonim njëri nga pjesëtarët tonë, që në fakt ishte Afrim Bunjaku, ishte i shtrirë në tokë dhe ishte i mbuluar pothuajse me gjak. Kryeziu sulmin e vlerësoi si mirë të menduar dhe, siç tha ai, ishte i organizuar nga struktura ushtarake. Sipas tij, edhe fshati Banjsk ishte përzgjedhur qëllimisht për sulm për shkak të pozicionimit të favorshëm të terroristëve. Dhe pelegrin në Manastir Adil, duke i përdorur edhe ata si mbrojtës, duke u pozicionuar në pozita të mira dhe të favorshme për sulmuesit. Dhe është qartë se mbrapa tyre kishte një pozicion dhe një vend të lirë ku ata në mos suksesin e tyre të jo arritur, fatmirësisht, kam pasur edhe një rrugë për të larguar. Në shtator të vitit të shkuar, Prokuroria Speciale ngriti akt akuz ndaj Milan Radojčićit dhe 43 personave të tjerë për sulmin në Banjsk. 3 prej tyre janë arrestuar në vendin e ngjarjes dhe po gjykohen, ndërsa për 41 është lëshuar flet arrestim ndërkombëtar. Ata akuzohen se përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd tentuan ta shkëpusin pjesën veriore të Kosovës e t'ia bashkonin Serbisë, me çrast si rezultati i dhunës së përdorur, mbeti i vrarë zyrtari policor Afrim Bunjaku e u rrezikua jeta e zyrtarëve të tjerë policor dhe popullatës civile.